Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun xhalla wala që adhurimet na i pranon, agjërimet na lehtëson dhe tmetat tona Zoti xhalla wala të na i falë dhe përmirëson. E ne po vazhdojmë edhe sot në këtë ditë të bekuar pas namazit sabahut me porositë dhe këshillat e këtij muaji të bekuar, muajit Ramazan. Dhe jemi duke trajtuar të nderuar disa prej realiteteve që Zoti xhallahu ala i ka përmendur në Kur'an në lidhje me njeriu dhe jetën e tij, dhe që të shikojmë se si kemi mundësi të përfitojmë nga këto realitete dhe në anë tjetër të ruhemi nga ato anë e këqija të errta negative që mund të na i sjellin këto realitete apo mund të na i sjell mos kuptimi i drejt i këtyre realiteteve. Allahu xhallahu ala të nderuar vëllezër, padyshim se ka begatuar njeriu me begati të shumta, të lloj-llojshme, dhe një nga këto begati është se Allahu xhallahu ala njeriu t'i mësoi gjuhën e komunikimit. E mësoi Allahu xhallahu ala si të flet, si të komunikon, si të mirret vesh me të tjerët e kështu me radhë. Prandaj edhe në kuadër të përmendes së begative, Allahu xhalla xhelalu në surën Ar-Rahman thot allamahu al-bayan. Allahu xhalla wala ja mëson njeriu sqarimin dhe ja mëson njeriu komunikimin që të dinë të shprehet për atë që ka nevojë. Nga se padyshim se një nga dënimet më të mëdha është që njeriu mos të ketë mundësi të shprehet, mos të ketë mundësi ndoshta të flet për atë që ka nevojë. Dhe në anën tjetër Allahu xhalla wala krahasoi begatia që ia dha njeriu, edhe njerëz i dalloj në bazë, njerëz i dalloj në ngjyrat e tyre dhe në gjuhët e tyre. Dhe dallimi i njerëzve në gjuhë dhe dallimi i njerëzve në ngjyra është padyshim një argument i madhështisë së Allahu xhallahu ala. Nuk ka të bëjë kjo me njerëzit se dikush është më i vlefshëm se tjetri në bazë të gjuhës dhe ngjyrës. Kjo tek njerëz nuk ka ndonjë vlerë të posaçme. Por tek Allahu xhallahu ala padyshim se tregon dhe dëshmon madhështinë e Allahut. Prandaj Allahu kur flet për argumentet e ekzistencës së tij dhe flet se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, thotë wa min ayatihi, nga argumente e Allahut dhe fakte që flasin për ta është ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dallimet e juaja dhe mes juve në gjuhë dhe në ngjyra. Me kjo është begatia e Allahut dhe kjo është mirësia e Allahut dhe është argument i Zotit xhallahu ala. Dhe kjo është realitet që njerëzit e jetojnë. Gjuha që flasin, mënyra për të shprehur dhe gjithashtu dallimet e tjera është një realitet. Ky realitet padyshim sikur që ceka të nderozur është nimet, është mirësia e Allahut. Mirë po është mirësi kur përdoret si duhet. Nëse ka mundësi që ky realitet të keq përdoret, ka mundësi. Andaj ne duhet të jemi të kujdesshëm që këtë realitet që Zoti na begatoi me ta përdorim për atë që është dobishme. A ka mundësi ky realitet të keq përdoret? Ka mundësi. Për shembull, keq përdoret begatia e gjuhës atëherë kur njeriu në bazë të gjuhës së tij nënçmon dikon tjetër apo. Do të mendon se është më i vlefshëm se tjetri vetë pse e fol një gjuhë. Pse ka këtë gjuhë e tjetra gjuhë është për të e nënçmuar dhe e përbuzur. Kjo është keq përdorim. Nga se Allahu xhallahu ala çdo kujtje ka nda gjuhën që flet me të. Andaj nuk është më rëndësi cilën gjuhë flet, po më rëndësi është çka flet me atë gjuhë dhe çka thua me atë gjuhë. Kjo është rëndësishme. Nga se të ndërlëzër as gjuha arabe që është gjuha që ka zbritur Kur'anin të, do thotë as Kur'ani që ka zbritur në gjuhën arabe, do thotë nuk ka pas vlerë për kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e ofendonin, flisnin keq, mohanin Allah xhallahu ala kështu më radhë. Prandaj gjuha të ndërlozur është begati, por nuk duhet në bazë të gjuhës me nënçmu dikën, me përbuz dikën, se kjo është keq përdorim i kësaj begatie të Allah xhallahu ala. Gjithashtu të ndërlozur ajo që duhet kemi kujdes është se në kuadër të gjuhës njerëzit përdorin shprehje, terme të ndryshme. Dhe nga njerë ndodhë që të keq përdor edhe përdorimi i shprehjeve edhe i termeve brenda një gjuhave. Për shembull, përdoren nga njëra shprehje të përgjithshme
ose njeriu mundohet që për mes preve të caktuar të arsyeton të keqen e tij. Të arsyeton të keqen e tij. Çish ndodh për shembull kjo? Sa ka gjëra të ndaluara, janë haram, dhe janë të këqija, janë të shëmtuara, dhe njerëz të dinë se kjo është e keqe. Mirë po, për ta zbukuruar dhe hieshuar para njerëzve, u vendosën emërtime joshse. Do thotë, duke munduar që me embulu shëmtueshmërinë e një vepre përmes një termi jashës, termi të bukur apo. Prandaj për shembull, na e dim se pirja e alkoolit është shëmtuar, është e keqe. Është vërtetuar edhe me shkencën, me gjitha shkencat, mos flasim me fe, sa është e dëmshme për njerin. Nuk përputhet absolutisht me shëndetin e njerit, është në luftë me të. Mirë po, a i thot dikush e dëmshme? Emërtohet me emërtime të ndryshme, joshse, që t'inglojnë bukur në vesh në njerit, që njeriu përmes emërtimit dhe të arsyeton veprimin. Ose për shembull ndodh nga njëre që me shprehje të ndryshme sikur se shpreha dashuri, respekt, e kështu me radhë të arsyeton lidhjet që realisht janë të palegjitimuara. Për shembull punët e pamoralshme, zinaja, nuk quhet amoralitet gjithmonë, nuk e quhen gjithmonë punë e keqe. Mirë po e quhen me emra tjerë, që realisht të zbutet përdorimi. Edhe këtu kemi keqpërdorim të termeve. Ose për shembull nganjëre për me rrëzu dikën, për me anulu dikën, për me nënçmu dikën, njerëzit mund të përdorojnë terme të përgjithshme që realisht ai term është i mirë, po nuk i bjen tamam këtina. Është termi i vërtetë është kjo, po nuk është i përshtatshëm për filonin. Qofshin termet për shembull që kanë të bëjnë me termet e mosbesimit ose me termet e devijimit e kështu me radhë. Pra nganjëre e përdorin gjuhën për ta mposhtë ndonjë kundërshtar që e konsiderojnë ose për t'ju hakmarr dikujt e kështu me radhë. Andaj besimtarët më keni kujdesshëm që këtë begati të gjuhës që Allahu ja dha dhe këtë mundësi për të shprehur mos ta keq përdor atë. Gjithashtu për shembull nganjëre sikur se ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi sallam, dhe ka ndodhur gjithmonë dhe këto ndodhin gjithmonë. Arabët që nuk e pranuan Muhamedit alayhi salatu wasalam, nuk i than ti i dërguari i Allahut, është e vërtetë, po na s'kem ne për të dërguar. Ata stan kështu. Ata e dinin se nëse i pranojnë emrin i dërguar, do të kenë vështirë me e kundërshtu. Prandaj ata fillimisht u munduan ta luftojnë shprehjen i dërguar i Allahut. Dhe çfarë thonin? A nuk gjatë Allahu me dërgu dikën pas një jetim që se ka kërkana? Ti si e dërguar i Allahut? Se na të partë e këshëm pranu dërgumin e Allahut. Na s'kem diçka kundër Allahut. Ama ti je magjistar. Ti je gënjeshtar. Ti je mashtrues. Shiko, përdorën terme të këshëmtuara duke i vendosur ju në vendin e vetë. Që njerëzit që vishin në Mekë, realisht pa pas nevojë me ulë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo të iritohen nga thirrja e tij, të largohen prej tij në bazë të termit apo. Edhe sot përdoren terma të ndryshme që njerëzit të iritohen nga Islami, të iritohen nga muslimanët. A ka terma ndryshme sot që përdoren? Ka të ndryshme. Termat e terrorizmit, të ekstremizmit, të kështu me radhë, që Islami është më shumë të luftë me to se kushdo tjetër. Prapë, domethënë përdoren nganjëre nga çështje të caktuara nga njerëz të ndryshëm. Pse? Për të bërë mjegullina, amullina, për të bërë ndoshta edhe pështjellime të ndryshme që njerëzit rreth të iritohen për festë. Dhe ndodh kjo. Ka ndodh që për shembull një djalë i ri më fillon më u fal, baba i tij më u tuta pse djali po fal se çka ka më botash. E dikush e ka tut këtë njeri, e ka iritu për kësaj. Me çka është iritu? Me shprehje, me fjalë, me emërtime. E duhet jemi të kujdesshëm që në qoftë se don diçka me emërtu, mos të miremi me emrin, por të miremi me realitetin e emërtimit. Nuk ka lidhje a ka emrin kjo çështot, a ka emrin çështot. Më rëndësia është çka ka për mbajtje. Apo çka është më rëndësi? Në çështë ti për shembull don me shku me blini një produkt, edhe është i lirë, ki e sap me blevëtën. Po që ka qëllu se ka atë ambalazh një karar, emni, nuk shkune emni, po ti edhin që ka mbrana. Ti nuk duhet ambalazha, ti duhet mbrana që ka, ti e blinë.
Mirë, po paramendoj për shembull një shishe është zbras, s'ka mbrana kur gjë. Po e ka amballazhin e bukur, ja kanë bërë në prizën e bukur, a e blen? Të se blen për shkak të amballazhit, zot, jemi për shkak të përmbajtjes. Ne duhet jemi të kujdesshëm që shikojmë se a thua vallë përmbajtja që kështu realisht apo bëhet fjalë për amballazhin falsaf. Ana të ndrozur, jo rrallë ndodh që të përdoren terme dhe shprehje të cilat realisht njerëzve u arsyetojnë bërjen e punëve të shëmtuara nga njëra, ose u lehtësojnë rrugën që të hakmiren ndaj ndokush që s'kan mundësi se me ju hakmar, e pastaj përdorin terme të lloj-llojshme. Nga njëri mund të ndodhë që edhe të keq përdoret termi të caktuar, do të thotë për arsye të shumta, një nga ato është që njëri me keq përdor shprehjen e caktuar me keq përdor nga njëra për shembull termin e caktuar për me i arsyetu qëndrimet e gabuara. Qëndrimet e gabuara ti. Prandaj nga njëra për shembull ndodh të keq interpretohen disa ajete ose hadith pejgamberit alayhis salam. S'ka dhënë ato kurkush. Po njëri pshtjell me to në mënyrë të përgjithshme që ta arsyeton qëndrimin e tij. Për shembull, ka njerëz që për shembull nuk janë të disiplinuar, nuk janë do të thotë të rregullt në kryerjen e shumë obligimeve që Allah ka kërkuar për tyne. Se fal namazin për shembull, Allah na ruaj sa gjeron Ramazanin, i bën të punësia, nëse kjo është punë e tij. Mirë po, ai çfarë thot? Thotë e vërtetë është po Allah është falës. Shikoj shprehjen, Allah është falës. Allahu e don falën. A është kjo fjalë e vërtetë? A mund të thosh, jo Allahu s'është falës? Të zgjozë më thon, është falës. Mirë, po për kanë është falës. E kjo është realiteti. Duhet me pas kujdes mos me keq përdor me arsyetu na tash gjunaat e tona me arsyetu na çimet tona me emrin e asaj se Allah është falësi, Allah don faljen. A ke thon ti vetë ho që Allahu fal që sta mërmen asa? Po këna thona, mirë po duhet njëri me abu izmetin falës. Apo ose nga ne për shkak njerëzit me devime të ndryshme nga njëra vinë. Edhe ka ajet në Kur'an ku Allahu xhallahu ala nga njëra ka raste caktuara kur edhe e lejon që besimtari do të thotë situata të caktuara, në rrethana të ndryshme, edhe të jetë do të thotë pjesë e luftës. Me mbrojt vendin e tij, me mbrojt familjen e tij, me mbrojt fenë e tij, kjo është e lejuar. Dikush ta vjen këtë term me zënon edhe përdor vend apo vend, se Allahu ka thonë që ku është vlera e shahidit. Është e vërtetë, po kush është cili është përdoren terme të përgjithshme për të keq interpretuar, për të mashtruar, për të devijuar njerëz. Edhe kjo është gabim. E kanë vrarë Aliun radiallahu ta'ala të ndërozur. Një grup rebelësh, një grup mëkatarësh, një grup të devijuarish e morën guximin me vrarë Aliun radiallahu ta'ala anhu. Para mendoni e ka fal sabahun, tu dal për xhamiz. E kanë godit atë. E kanë myt, xhavarixhet. Ata që pe asaj kohë ka pas muslimanët e Islamit problem me ata që e kanë tepru. Edhe janë dalë jashtë kufive të asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e kanë pru me e pyet në gjyq, të jenë normal, të din kënë e kevra. Ka argumentu me ajete kuranore edhe me hadithet pejgamberit e zëmë se atë punë që e ka bosht nga punë më të mira në ftyrë të kësë që e ka bosht. Për në kanë gjithë argument në Kuran me vra Aliun radiallahu ta'ala në. Për njerëzit nga mrapshtia atyne gjojnë këne argument në Kuran për me kundërshtu Kuran në. Përndaj, kjo është ta që ka njërë dhe më poni kujdesëm. Allahu xhallahu ta'ala wala talbisul haqqa bil batil. Mos e pështjellni të kotën, të shëmtuarën me një amballazh të vërtetës. Shprehja veç është e vërtetë, po mrena çka ka është e kalbt, e paqëndrueshme. Ne mos të mashtrohemi nga njerëz me fjalë të mëdha, dikush që flet fjalë të mëdha, do të sigurisht i cekat për tyne, domthon xheneti e shahidlluku e kënaqësia e Allahut. Çka ka mrena më saj? Çka më saj? Këto terme janë vetëm ajo ona e jashtme. Prandaj duhet me pasni një kujdes që mos të mashtrohet me shprehjet e jashtme, me shkëlqimin e jashtëm, po të shikon në realitet. Kur të në realitet është që
s'ka lidhje kjo as me islam, as s'ka lidhje me shejllëk, as s'ka lidhje me xhenet, gjitha janë, do thotë amballazhime falca për devijim dhe marrëtim të njerëzve. E kështu është bëu historikisht. Unë thash, habarit kështu e kanë bëu. E të tjerët kështu me radhë. Madje disa njerëz për me u liru, po në mënyrë të legjitimuar nga obligimet, se dikush e lën agjërimin dhe Allahu më fal dhe gjuna kam. Inshallah pendona, ky tjetër është. Para më dikush më ardh dhe më thon, ju që po gjinoni badjava keni, s'ka lip Allahu më gjinu kështu. Fjala siyam, që na në bazë të kësaj agjërim, siyam i thonë arabisht kujt? Agjërimit. Në aspektin gjuhësor është braktisje. Andaj nuk është kërku të braktiset ushqime dhe pija, të braktisen kërkeset e epshit, e egos. Kjo është agjërimi aftën. Ndërsa braktisja ushqimit dhe pijes është e teprume. Para më në dikush e keq përdor fjallën siyam për të liru nga obligimet. E shembull tjetër të shumë thash që njerëzit mund t'i përdorin atë. Allahu xhallahu e ka ndalu për shembull, e ka ndalu rishfetin, haram është. Njëri që paguhet për një punë më marr ekstra për atë punë për dikujt, ti ke bërë çmia këtë punën, ti paguhesh për këtë punë. Edhe ai vjen thotë, sa është ky rishfet? E di që është i keq. Dhurat, shpërblim, po ka qef njëri nga vetja e tij, ja bën vetë qefin për m'ia bu halal aftën. Andaj gjitha këtu janë keqpërdorime të shprehjeve dhe keqpërdorime të gjuhës që Allahu xhallahu ala dha njerëzit. E forma të tjera të shumta të ndërlohen që njerëzit fatkeqësisht mund të keqpërdorin që në bazë të emërtimeve dhe shprehjeve të shumta të bëjnë shkeljet, ose për ta, sikur të thash, për ta arsyetuar mëkatin, ose për ta arsyetuar interesin, ose për ta arsyetuar dobësinë, ose për ta arsyetuar qëndrimin e shumë të tjera që njerëzit i bëjnë. Na duhet të ruhemi, nga se Allahu xhallahu ala të ndërlozur ta dinë se ne në këtë botë mundëm njerëz me i mashtruar. A mundëm? Mundëm i thonë njerëzve, ja, unë për rishfet se kom ditë se kur se kësha morë. Ama na mundëm i thonë njerëzve kështë gjithë shkaptën. Po tek Allahu xhalla xhelalu a krym punë kjo punë. Te Allahu xhallahu ala paramendoni njeriu do të munduhet, aq është, sikur se kom cek polemizues, aq njeriu ka pritje për mashtrim dhe lojë me fjalë, sa që paramendoni do të munduhet që lojen me fjalë që ka bëu këtë dunja me bëu para Allahut azza xhelal. Munduhet edhe Allahu xhallahu ala më lujt lojen. Edhe te munduhet. Ndërsa Allahu xhallahu ala thot e pra tash këna me ta mshil gojën. Se s'po dinë me përdor gojën. Kë që të e përdor. Jam mshil Allahu gojën. Pastaj dëshmon dora. Hajt dorë fal. E hajt këm fal. Kanë thonë Kurajsht, e qysh fol dora Allah, qysh fol koma. Allahu xhallahu ala thot gjymtyrve ju thot vet. Njëri thot qysh po falni? Kur u kon ky marifat dora me vol. Ato i thojnë bartësit të gjymtyra, antaqan Allah alladhi antaqa kull shay. Allahu na mundsoi me fol, sikur se ka mundsu ty me gojë me fol. Kush të ka mundsu me gojë me fol? Allahu xhallahu ala. Ai që ka mundsu njeriu me fol përmes gojës, a ka mundsi më mundsu me fol përmes dorës? Ka mundsi atë. E mundshme. Ajo është i gjithmundshëm. Flet veshi flet. Flet syni flet. Pse? Pse këtu? Ka se njëri fatkeqësisht ka lut. Në dunja u mësu me lojna me fjalë, njerëzve më u lut lojna atë. I kanë besu, ja më se ky, ti apo që bëj ke be, se ka pas këtë qëllim atë. Edhe na besojmë. Ta lund më ashtron qasi oratorit, ta pështillti, bën be ty çet fajtor. Çështu dinë, e çit njëjtën politikë qyr me lutë Allahu xhallahu ala. E Allah thot mbyllë. Tash s'ka goja me fol. Tash hajt dorë fol. A e merrsha? Të do po thot do e merrsha. A e preksha? E preksha. A e bëjsha? Dëshmon. Ai thot gjymtyrve, po unë juve dësha mi mbrojt, që edhe tash subhanallahu shiko, edhe gjymtyr që në rrejt. Po thonë për vetes rrejsha në për juve, ju mos me po zdhim që se unë për mos kisha rrejt kur. Hatë ju më tradhtut, unë të ju mbrojt juve ju kundër meje po falni atë.
që kjo është njëri, te në fund, te subhanallah, te të udhët në xhehenem, s'nalës mashtruar jepëtën. Ata në zbën me konë kështu, të të mërujt. Dije vallaj, mund është krejt njerëz, krejt njerëz me i mashtruar, mund është krejt me thone, mund dikush me dëshmua, me 100 dëshmi, po rajshëm. Edhe ka mund si fiton për mes e dëshmije, ka njërës kanë fitu në dunje me dëshmi të rajshme, me emnë të rajshëm, me terme të rajshme, kanë fitu, kanë keqpërdur, shprehje dhe terme, kanë marrë edhe çmime dhe përfitime të shumta, mund më këtë dunje, se këtu dhezin këtë punë. Po të Allahu çka i thosh atë? Çka i thosh Allahu xhalla xhelalu? Shikojnë çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të vëllezërve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën e gjykimit njëri i vrami, ka vrarë padrejtisht. Thot vjen ditën e gjykimit edhe del para Allahu xhallahu ala. I thot o Zoti jam, vetë filonin pse më vrau atë? Vetë filonin. Në dynja njëri mund të marrëtu për gjithçka. Ka mundësi dhe fiton të dëshmur rrajshëm, të për dëshmi të rrajshme, edhe e vran njërin dhe del i paq. Ndodhin këtë punë. Del për Allah, thot, ja Rab, vete pse më vrau atë. A mund më thonë Allahut, e vrajta për hir tonin në Zot? Veç për shkak këtij. Dunia thot njëri kështu për hir të Allahut e kumbo. E për Allahut a mund ja Rab veç për ty. Veç për ty e bësh këtë punë. A ka mundësi me thonë? A dini që ka me pas njerëz që kanë me thonë. Kanë me thonë. E Allah i thot kedhebt, por ranë. Se ke bu për mu këtë punë. Me e bu për mu në ka udhën e vetë kjo, e ka rrugën e vetë. Dyshe bu të kjo punë për mua. Mos raj. Andaj Allah në rujt që njëri me tentu me gjuhën e ti, si begati Allah me fitu zjarë me gjenim dhe. Andaj edhe kur dhe me shku me vetë dikon, ti mush me arsjetu, mush me përdo shprejt saktuarat e hoxha, e merë përgjigjen, halal e kitja, po qatë halal që e ke marë, në qëse se ke marë me sinceritet, s'krym punë të ka Allah gjellohë, pëse të ka thonë kjo dhe ajer. Ki kujdes, e kështë më radhëm. Andaj këtu jenë disë nga format të keqpërdorimit, ose aspekte negative të këtij realiteti. Po, e vërtet që Allah në adha gjuhën, e vërtet që Allah në imësoj shprejhet, e vërtet që Allah në imësoj termat, mirë po, nuk duhet kur të ndërruat të ndalimit të termet dhe të shprejhet. Kur? Po të vazhdojmë atu e të këpërmbajtje, të realiteti. Nëse realiteti i asoj shprejhet është i mirë, emna të ndronë kalaj, emna ndronë letë, mirë po, Allah në ruajt që më mashtru mas emnave të caktuar, e mas termeve të caktuara, nësa përmbajtja e shëmtuar, ose e keqë, ose e dëmshme, kështu më ratëm. Andaj, ki kujdes qka po merë, ki kujdes qka po pranan, ki kujdes si po arsetosh, ki kujdes nga gjitha këtu. Nga se, për të gjitha këtu, këna më pyjtë e ka Allahu Gjellë Gjellalu afem. Andaj, gjuhë është begati, në basë të gjuhës një shprejet, na kemi njoft imanin, a është imani shprejhje e mirë? Po, edhe kemi njoft për mesoj shprejhje, punë më të mira imanin. E kena mësu namazin, e kena mësu Kur'anin, këtu e në shprejhje, e kena mësu bujarin, e kena mësu trimrin, e kena mësu mshiren, e kena mësu faljen, e në termet mëja këtu, po. Mirë pa mas kësajna, mas të e terme mshefën qëfar? Mshefën punë mëja, sërimet shumëta, pa neve nuk në interesan, veç terme bujari, në interesan si me mush këtë terme, me angazhim dhe me punë. Falja, punë e madha falja, ti apo falë, ti e i mshirëshëm, ti apo jepë, mbushe termin me realitet, mos e le bësh. Nga se Allah në ka mundësu që vëllaj me këto terme, me këto mirësi, të fitojmë shumë të ka Allah Gjellera. Mirë po kur i kuptojmë drejt, edhe i zbatojmë drejt. E jo që të mshefemi pas termeve, pas shprehjeve, por arsyet shumë ta që i ceka disa prej tyre. Allah në ruaj që të bëjmë nga ta që me terme luajnë dhe mashtrojnë, dhe në basë të termeve josh se dëmtojnë të tjiret. Në basë të termeve do në tërhecse dhe vizluse dhe shkëlqyse, përfitojnë në mënyrë të padrejt, diçka që nuk ju ta kanë, por e kanë përdor termin dhe shprehjen me përfitu atë që nuk ju ta kanë. Në mundësuf të Allah që ime të sinqert, të drejt dhe të vërtet, sikur që në kam su Allahu Gjellewala dhe pejgamberi sallallahu alaihi. Kjo është edhe një realitet i radhët që folëm për të sot. Nësë Allah Gjellewala të në ruan nga gjithë dhe keqet, në i lesën adhurimet tona, e direjt takim nashëm, Zoti i ruaj dhe i shpëbleft. Sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi sallam.